Dashi, në dashuri jeni gati të çliroheni nga lidhjet e vjetra që ju kanë mbajtur mbrapa. Në punë, Mërkuri ju jep kthjelltësi dhe vendosmëri. Nëse po mendoni për një ndryshim, është momenti i duhur për të hedhur hapin e parë. Hëna në trekëndësh ju ndihmon edhe në marrëdhëniet familjare. Telefononi dikë që ju mungon. Kjo është një ditë ku fati ju flet dhe kush dita dëgjoj, di edhe të veproj. Ndiqni instiktin tuaj si një busull magjike. Demi. Venusi ju mbron, por Saturni ju mëson durimin dhe vlerën e pritjes. Në dashuri, shmangni debatet e kota. Më mirë një përqafim se sa shumë fjalë. Në punë, mund të hapen mundësi të reja, por duhet të tregoni për ulësi. Energjia është e ulët në mëngjes, por përmirësohet pasdite. Nëse ndjeni të trazuar, dilni në natyrë dhe meditoni. Heshtja do t'ju çojë drejt së vërtetës. Binjakët, me Mërkurin në anën tuaj dhe hënën në një pozicion të mirë, do të keni fjalë që prekin zemrën dhe ide që ndriçojnë. Dashuria është në rritje, beqarët mund të takojnë dikë që i prek thellë, ndërsa çiftet do të gjejnë sërish harmoni dhe lehtësi. Në punë duhet të jeni të gatshëm, një propozim i papritur mund të jetë shumë i vlefshëm. Vetëm kujdes të mos shpërndaheni në shumë drejtime. Gaforia. Zemra juaj do të jetë si një antenë që ndjen çdo lëkundje emocionale. Venusi ju dhuron butësi dhe romantizëm, ndërsa hëna ju udhëheq drejt së vërtetës së brendshme. Në dashuri mund të merrni një shenjë të fortë, një deklaratë ndjenjash ose një rikthim që e prisnit. Në punë jeni më të ndjeshëm se zakonisht, mos e merrni çdo gjë personale. Një ditë me emocione të thella, ku çdo gjest ka kuptim të fshehtë. Luani. Një energji e fortë po ju përfshin të dashur Luan. Në dashuri jeni të zjarrt, vetëm kujdes mos të bëheni shumë dominues. Çiftet mund të bëjnë plane të rëndësishme, ndërsa beqarët duhet thjesht të hapen ndaj emocioneve. Në punë merrni një shtytje vendimtare, mos harroni se drita më e vërtet buron nga zemra. Virgjëresha, Mërkuri ju ndihmon në punë, veçanërisht nëse keni intervista, takime ose provime. Mendja ju punon shpejt, por zemra kërkon qëndrueshmëri. Në dashuri ka nevojë për biseda të sinqerta, mos keni frikë të tregoni ndjeshmërinë tuaj. Çiftet e rizbulojnë rëndësinë e gjesteve të vogla, ndërsa beqarët mund të shohin me sy ndryshe një person nga e kaluara. Peshorja, harmonia është fjala kyçe e ditës. Venusi ju përkëdhel me butësi, ndërsa hëna ju bën më të ndjeshëm dhe të kujdesshëm ndaj detajeve. Është momenti ideal për të forcuar marrëdhëniet, për të sqaruar një keqkuptim apo për të dorëzuar përballë një ndjenje të sinqertë. Në punë kërkohet diplomaci. Shmangni përplasjet e drejtë për drejta. Një takim mund t'ju hap horizonte të reja, e gjithë dita do të rrjedh si lum i qetë nëse dini të ecni sipas ritmit. Akrepi, Marsi dhe Plutoni ju shtyjnë të largoni çfarë nuk ju shërben më, veçanërisht në dashuri. Është dita e duhur për të thënë mjaft ndaj asaj që ju shkakton dhimbje. Çiftet mund të rinovojnë lidhjen e tyre nëse ka sinqeritet. Beqarët janë joshës dhe misterioz, dikush do të bjerë në rrjetën tuaj. Në punë po afrohen vendime të rëndësishme. Mos keni frikë të ndryshoni, edhe nëse dhamb. Shigjetari, në dashuri kërkoni lehtësi dhe hapësirë, por keni kujdes të mos lëndoni ata që ju duan sinqerisht. Çiftet duhet të mësojnë të komunikojnë më mirë. Në punë po afrohen zhvillime, një udhëtim, një ofertë nga jashtë, një sfidë që ju frymëzon. Ecni përpara me besim, yjet shpërblejnë guximin. Britsjapi, në punë mund të merrni një konfirmim të rëndësishëm ose një vlerësim që e meritoni. Në dashuri nevojitet dëgjimi i vërtet. Dikush afër jush ka nevojë për fjalë qetësuese. Çiftet e qëndrueshme fillojnë të ndërtojnë të ardhmen. Beqarët janë më të mbyllur, por të gatshëm të veprojnë në momentin e duhur. Këmbëngulja juaj do të shpërblehet. Ujori, në dashuri ju nevojitet hapësirë, sqaroni ndjenjat, por bëjeni me butësi. Çiftet e harmonizuara mund të planifikojnë një ndryshim të madh, si bashkëjetesa ose një udhëtim. Në punë jeni të frymëzuar, ndiqni një ide që ju vjen papritur, mund t'ju çojë shumë larg. Peshqit, në dashuri gjithçka pulson fort, zemrat e vetmuara mund të përjetojnë një takim magjik, ndërsa çiftet forcojnë lidhjen përmes gjesteve të vogla. Në punë jeni krijues dhe intuitiv, por rrezikoni të hutoheni nga detajet. Besojeni zemrës, ajo di rrugën më të mirë se kushdo.